Zotin Doga, u tha që opozita nuk e ka dalë të krijojë vërtet të frymën, lidhur edhe me rezultatet të cilat janë sa i takon pjesëmarrjes në votime. Jam edhe unë një linjë me Qafokun, opozita nuk ka qeverisë fare mirë të 12 ditë. Jo, po ama nuk ka ngritur frymën dhe zoti Qafoku ka të drejtën. Edhe s'ka qeverisë mirë vendin, ka pas probleme në qeverisjen. S'është vetëm qeverisja, është edhe për të ngjallur atë reagimin. Po flasim për një realitet aqui, përgjithësisht. E ka me tifozlek dihet Qafoku. Nuk është se t'ishte një logjikë reale. S'janë të vërteta ato që thotë zoti Qafoku, se unë kam përshtypjen se ka shumë qytetarë që mendojnë si zoti Qafoku, qoftë edhe opozitar. Respektoj menimin e tij. Përgjithësisht, po tash ne po bëjmë një analizë më thellë pak, për te asaj dëshirë që ky merret vetëm opozitën, si fjalë për kryeministrin, se pse ai rrit mandatet kur Nikos është konsumose, opozita nuk është vetëm Sali Berisha, është edhe Adriatik Llapaj. Nëse s'ja mush menen Sali Berisha, po me agrën shehen që ishte, pra ka janë disa alternativa. Pra, në logjikën normale, kjo qeveri me gjithë to ngërkesa e korrupsionit, mëkateve që kam i vete, do të kishte një tikun më fare këtë pjesa, mos ta diskutojmë fare Partinë Demokratike. Po këto personazhe, si s'kan mëkate nga pushteti, janë disa tri që dolin edhe me programe, krijuan shpresë, krijuan frym. Pse s'ka kjo? Pra, këtu problemi është sistemi. Këtu është bllokuar sistemi dhe Qafoku nuk flet për sistemin. Ne po analizojmë dy ekipe. Si në futboll. Pra, dy ekipe ka marrë ndeshja, edhe kemi Edi Rama, ka vetë arbitër, ka marrë 3 penallti për veti, ka prish rregullat e lojës. Pra, ka bën një vendim qeveriet që ju ka falë gjobat biznesmenëve. Ndikojnë të në rezultate, Qafoku nuk është shef të shfaj opozistë sot. Ka dhënë bonus për pensionistat, të cilët ishin pak knaqur. Këto nuk janë prishë rregullat, nuk është frym kjo, po kjo është avantazhi i qeverisë të prish rregullat. Pra, me njërin të merr 50.000 vota, me tjetrin merr 70.000 vota, me tjetrin mobilizon pastaj administrata shtetërore që është e gjitha në fushat duke shkel kodin zgjedhor. Okej, zot Ndoka. Ndërkohë që zoti Qafoku do vi më një herë tek ju, kam kolegun Ervin Qafmolla i cili është në Diber. Qafmolla, më dëgjon? Të dëgjoj Andrea, si është vlerësimi i përgjithshëm Qafmolla i gjithë procesit 11 majit në qarkun që ti e ke ndjekur hap pas hapi gjithë votimin nga orët e para të mëngjesit deri në mbylljen e votimit dhe tashmë procesit të numërimit të votave? Nëse shkojmë në retrospektiv, pra në kaun e kundërt orar, sot po numërohen, kanë mbritur gjitha kutit ndërkohë që flasim, situata në qytet është e qetë, po nuk është ajo qetësi e nder që ishte dje. Pra, ishte një qetësi e panatyrshme, e tensionuar dhe në fakt patë dhe incidente në orët e vona. Sot është të krejtë ndryshme, ka një farë qetësie e cila ka dhe një farë themi ngjyre, atmosferë e cila nuk mund ta quajmë të gëzueshme, por ka një farë optimizmi. Pra, ka një shplodhje, ka një tensionim në qytet. Dibra nga ana tjetër ka pasur edhe numrin më të lartë të pjesëmarrjes në votime, me mbi 50% të votuesve të regjistruar, pra mban vendin e parë në Republikë, dhe ndërkohë që flasim, po ka filluar procesi i numërimit. Nga ana tjetër, ajo që do të bëjmë në dukje këtu është që kemi pasur 2-3 raste të konfirmuara, të cilat kanë qenë në nivel tensionesh mes partive të ndryshme politike, specifikisht mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike apo dhe atyre të Partisë Socialiste, apo dhe brenda radhëve të PS-së. Tension ne kemi raportuar me kolegen Lorenta Probin. Po, pikërisht. Diçka që është për të theksuar kur vjen puna te Dibra, ka një specifik që ndoshta me zona të tjera të cilat mund të jenë më heterogjene dhe mund të ketë popullsi më të përbëra me lëvizje më të mëdha popullsie. Dibra në fakt është më homogjene si popullat, edhe pse ka pasur një normë të lartë emigrimi. Themi në 10 vjeçarin e fundit rreth 1/3 e popullatës, rreth 30% kanë emigruar dhe kanë lëvizur nga Dibra, kryesisht jashtë Shqipërisë, po edhe drejt qyteteve të tjera, kryesisht Tiranë-Durrës, migrimi i brendshëm. Por po ashtu rreth 20% e popullsisë në Dibër mbahet, pra ka një farë varësie nga remitancat, nga paratë që vijnë nga jashtë. Kjo kombinuar edhe me një sens krenarie tradicionale që karakterizon këto popullat, pra rajonin e Dibrës dhe qytetat dhe fshatrat e saj. Pakënaqësia ndaj harresës, lënies pasdore zhvillimit ekonomik, ka luajtur një rol të rëndësishëm. Edhe rruga Arbrit, e cila është përfunduar apo shkon drejt përfundimit së fundit, ka qenë një premtim historik i forcave të ndryshme politike. Mbaj mend kam qenë ende i vogël personalisht kur kam dëgjuar për herë të parë, dhe sot në 40-at është dita
drejta, kur më në fund kjo rrugë është bërë funksionale. Është për të theksuar kjo dhe është për të përsëritur, sepse e ngjet në shumë libra pikërisht edhe gëzimin, po dhe zhgënjimin që u desh një jetë që më në fund